vendmbrojtjet. E vërtet që negociatat diplomatike në këto momente janë të jetë rëndësishme, pasi që edhe vetë presidenti amerikan Donald Trump dha një mundësi, një pasqyre të hapur, duke thënë se Iranit po i dha kohë 15 ditë pritje. Shtëpia e Bardhë po pret 15 ditë që ndoshta që regjimi iranian të dobësohet dhe më shumë, ditë më ditë, ajo që është të jeti dobësuar. Apo të tërhiqet në këto 2 javë, edhe pse nuk ka dhënë një lloj shenje të tillë deri në këtë moment, me sa duket kërcënimi. Paralajmërimi, nëse mund ta quajmë të tillë, i shtëpisë së Bardhë. Po besoj që në strategji me faza ndoshta. Është faza e parë. Faza e parë është përpjekja që ofrohet nëpërmjet ndërmjetësimit evropian Iranit. Dhe pastaj ndoshta to kalohet në faza tjetër. Zoti Hajrizi, se her pas here kemi formë diskutimi, japim komentet, vazhdojmë çështjen e diskutimit. E shihni ta tillë pra me efikasitet për shkak se tha dhe zoti Kamberi është momenti i parë i paralajmërimeve, i hapave. Absolutisht, sidomos pas 10 viteve, se e dim që Gjermania ishte kyçe në marrëveshjen bërthamore me Iranin 10 vjet më parë. Natyrisht që në atë kohë përveç vendeve e treshit, do thotë Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe, pjesë e grupit negociator e asaj kohe ishin edhe SBA, Rusia dhe Kina. Mirë po, duke pasur parasysh se Rusia është në një konflikt me Ukrainën dhe tashmë rolin kyçe e kanë SBA në këto negociata. Në këtë kontekst gjeopolitik më shumë pritet natyrisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sesa Rusia dhe vendet e BE-s kanë një rol të jetë kyç në takimin sot në Gjenevë. Mos të harrojmë se e gjithë kjo, dhe pak më herët në studio televizionit francez ishte specialisti i madh francez i lindjes mesme Gilles Kepel këtu në Francë. Dhe opinioni publik është të jetë mediat ndërkombëtare dhe opinioni publik, po ashtu edhe vetë presidenti Macron janë pak a shumë skeptik në këtë formë të rrëzimit të regjimit të Iranit, sepse marrin parasysh eventualisht se Irani mund të përfundoj sikur Iraku i Saddam Husseinit në vitin 2003. Ky lloj krahasimi, edhe pse ishte folur pak edhe për eliminimin e liderit, ka qenë një prej diskutimeve, edhe pse flitet edhe gjithashtu edhe për nëse do ndodhte një situatë e tillë që do të zëvendësohej djali i tij, do të ishte lideri më pas i Republikës Islamike. Pra ka patur dhe hipoteza të tilla dhe sigurisht dhe çfarë do ndodh nëse. Po, kushdo qoftë, natyrisht flitet që nëse Ali Khamenei vritet, djali i tij vazhdon, dinastia e ajatollave, edhe pse natyrisht që regjimi në Iran është të jetë i dobësuar dhe vetë opinioni, nëse kemi sondazh, rreth 80% e iranianëve dëshirojnë rrëzimin e regjimit të ajatollave, sepse është një regjim të jetë i gjatë, është qysh nga viti 1979 dhe ardhja e Khomeinit në pushtet, do të thotë 46 vite. Mirë po, evropianët dhe vetë disa analistë amerikan janë pak a shumë të jetë skeptik dhe vetë, siç duket edhe vetë presidenti Trump mendon se mund ta ketë Irani një përbërje ashtu siç kishte regjimi Saddam Husseinit pas rrëzimit të vitit 2003, ku Iraku ishte totalisht i shkatruar dhe ardhja e grupacioneve terroriste në Irak, Shtetit Islamik, ISIS-it e tjera kanë terrorizuar Irakun dhe lindjen e mesme qysh nga rrëzimi i regjimit irakian të vitit 2003.